Me kandidimin dhe më pas me zgjedhjen e sekretari i Bashkisë SMAT në zgjedhjet e pjesëme lokale të mbajtura në nëntor të vitit të kaluar të kryebashkiakut Altin Bojni, vendi i kryetarit të Këshillit mbeti vakant, pasi mbahej nga Bojni. Këtë të hënë, Këshilli Bashkiak MAT zhvilloi zgjedhjet për të zgjedhur drejtuesin e ri. Zhvilloi mbledhje jashtërore e Këshillit të Bashkisë, të cilën ngazhdon kryetari i Këshillit në bazë të ligjit 139/2015, numri 53/4A, si dhe rregullores të Këshillit të Bashkisë MAT për zgjedhjen dhe organizimin e strukturave të Këshillit me të rregullte. 1. Zgjedhja e kryetarit të Këshillit të Bashkisë, kryesisë dhe komisioneve të përhershme. A. Procedura e votimit. B. Emërtimi i komisioneve. Emri vetëm i propozuar për postin e drejtuesit të Këshillit ishte Janila Safasanit, e cila deri më sot mbante pozicionin e zëvendës kryetares. Në fletën e votimit nuk pati asnjë kandidat tjetër, ndërsa anëtarët e pranishëm të Këshillit Bashkiak zgjodhen Anila Safasanin me 15 vota pro dhe 1 të pavlefshme për të drejtuar Këshillin deri në përfundim të mandatit në vitin 2027. Për shkak të zgjedhjes në krye të Këshillit të Safasanit, pozicioni i zëvendësit që deri dje mbahej nga ajo mbeti vakant. Propozimi për të qenë në këtë pozicion ishte për anëtarin e Këshillit Bashkiak Etnor Hoxha, i cili në procesin e votimit mori po aq vota sa zgjedhja e Anila Safasanit si kryetare. Si kryetari e sapo zgjedhur i Këshillit Bashkiak MAT, Stafasani dhe nën kryetari Hoxha janë me profesion mësues. Gjithashtu në këtë mbledhje të Këshillit Bashkiak MAT u plotësuan edhe vakancat në komisione që ishin krijuar me zgjedhjen e Altin Bojnit si kryetari i Bashkisë së MAT-it.